محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar besimtar, padyshim se me kalimin e ditëve dhe netëve, normal që ndryshohen javët dhe muajt, dhe tash jemi në përmbyllje të muajit Rexheb, po përcjellim këtë muaj të shenjtë, dhe tash po kalojmë prej kësaj jave, po kalojmë në një muaj tjetër, edhe ky shumë i rëndësishëm është muaji Shaban. Muaji Shaban është muaji 8 në kalendarin hijrik, në kalendarin hënor, dhe i paraprin muaj të bekuar të cilën e presin muslimanët me plot gëzim, i paraprin muajt Ramazan. Muaji Shaban është paksa më ndryshe se sa të tjerët, sepse në këtë muaj bëhen përgatitjet e fundit për muajin e bekuar, për muajin Ramazan. Edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, siç tregon bashkëshortja e tij Aisha radhiyallahu anha, kur vinte muaji Shaban, agjeronte aq shumë sa që nuk agjeronte asnjë vit, asnjë muaj gjatë vitit, siç agjeronte shumë në muajin Shaban. Ndërsa kur vinte muaji Ramazanin e agjeronte të tërin komplet. Që do të thotë se nuk ka ndonjë muaj gjatë vitit që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka agjeruar të tërin komplet, përveç muajit Ramazan. Dhe nuk ka ndonjë muaj gjatë vitit që të ketë agjeruar pejgamberi alayhi salatu wasalam më shumë se sa në muajin Shaban, ky muaj që po hymin te. Për ata disa nga të parët tonë të devotshëm prej dietarëve kanë thënë muaji Rexheb është muaji i mbjelljes, ku besimtarët mbjellin shumë. Muaji Shaban është muaji i ujitjes, ato që kanë mbjellë ujisin, çka e ruajnë, kujdesen për ta. Ndërsa muaji Ramazan është muaji i korrjes, që do thotë besimtarët i korrin rezultatet, e marrin kënd shpërblimin e madh, faljen e Allahut te bareke ve taala. Dhe ne si besimtar musliman, do të pra me pas parasysh që të mos na kalon ky muaj pa agjeruar disa ditë të tij. E para, agjerimi vullnetar në muajin Shaban është agjerim të cilin e don shumë Allahu te bareke ve taala. Për ata, vetëm një ditë me agjeru besimtari musliman për hir të Allahut, për hatër të Zotit, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ja largon ftyrën edhe trupin e tij prej zjarrit të xhehenamit 70 vite. 70 vite është larg zjarrit të xhehenamit për shkak të një dite që ka agjeruar. E dyta, agjeroni sa më shumë në muajin Shaban, sepse ju e dini që gjatë tër vitit grumbullohen, mblidhen veprat punët tona që kemi punuar. Dhe një herë në vit, krejt ato punë që kemi bë, të mira të këqija, çka dorëzohen, ngrihen lart tek Allahu te bareke ve taala. Pra, ka mesi këtij muaj ngrihen veprat e robëve tek Allahu te bareke ve taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar me agjerim, sepse ka pas
qef, ka pas dëshirë që kur të ngrihen punë tek Zoti, punë vjetore që ajo në bo për një vit, me qëllua me qenë agjerueshëm në ato ditë. Dhe tjetra që është e rëndësishme gjatë këtij muaji të nderuar vëllezër, është shumë e rëndësishme që raportet, nëse i kemi shkput me dikën, kontaktet, nëse i kemi shkput me dikën, ma konkretisht, nëse jemi idhnu me dikën edhe nuk flasim, është thirrja e fundit që pajtohuni, folni me njëri tjetrin dhe komunikoni me njëri tjetrin. E dini pse? Se kur me lajket i marrin veprat tona, i çojnë tek Allahu, në këtë muaj, në muajin Shaban, Allahu i pranon krejt veprat e robëve të tij. Përveç dy personave, Allahu nuk ja u pranon veprat, nuk ja u pranon punët, edhe ju thot me lajkeve, anzira hadhaini hatta yastaliha, anzira hadhaini hatta yastaliha. Pritni këta dy derisa të pajtohen. Kthenia veprat mrapa. Pritni këta dy derisa të pajtohen. Andaj e vllazën besimtar, çka është kjo kryenetësi? Çka është ky inati ka që i madh mos me fol njëri tjetrit? Fatkeqësia është edhe më e madhe kur kanë mesin e besimtarëve që janë vllazën besimtar musliman, vllazën biologjik që i ka bënë një nanë edhe një babë. Ose nuk fol vlla me motër, motra me vlla. Runa Zot, nuk fol djali me prind, ose prind nuk folin me djalin ose me vajzën. Ka po na çon kjo kryenetësi, ka po na çon kjo urrëtie, ka po na çon ky inati. A mos ka këtu ndaj devotshmëri të madhe, a mos ka këtu ndaj trimni të madhe, a mos ka këtu ndaj burrni të madhe. Po ti nuk e din çam ka bëj mua, po bashkë të ka boti do të më fal. Bashkë kur të bën dikush diçka ti fale, se Allahu çka i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa'fu anhum. Fali tha ata. I kanë bërë zullum, kanë ushtruar dhunë sistematike, kanë ushtruar dhunë psiqike, dikur edhe dhunë fizike, e kanë për gjak, ja kanë thyer dhomën, ja kanë çel gojën në gjak. E kanë për zonë, e kanë dëbuar prej Taifit me fëmijë me gra, si janë dalë burrat hiç. Edhe kur dole atje në fund qytetit Taifit, i përgjakun, i lodhun, i mërzitun, i raskapitun, erdhi një melek që është përgjithës për kodrat dhe i tha, o Muhammed, Allahu tha, po ta plotson dëshiren, lutu tha për ta, lutu kundër tyne, edhe po i bashkoj tha në kodrat, edhe po i shkatroj komplet popullin qytetin e Taifit. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha Allahu i udhëzoft se këta tha nuk din. Nuk tha Allahu i shkatroft se Allahu ja dha mundësinë. Lotu i tha meleku, i bashkoi tha dy kodat edhe kryet, edhe janë shkatruar shumë popull. Në për historinë se lexojmë ka popull të tërë që janë shkatruar. Po çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha Allahu i udhëzoft sepse këta nuk din. Kjo në Taifi që sot, këtë musliman janë. Këtë janë musliman. E i fali pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe kur e çliroi Mekën, hyni fitimtar në Mekë, se kur e dëbuan, kur e përzënën prej Mekës, ai nuk u shkue sikur që shikun këta trit e treja të e mora në vizë pune, e gëzohet, e kom siguru këto, e kom siguru, ku po shkon vëlla? Ku do që shkon jashtë këtij vendi ki me punu për me hangër me pi? Është fjala me halal, apo me harame, me kamata, me banka, me fajde, mos shkoni me marrat e hetë, që ku i keni këtu bankat, që ku i keni këtu fajdet gjinjet. Po flasë me njerëz. Me njerëz, kërkun bot nuk fitohet ma letë se sa këto. Kërkun bot, po e thëmë sinqerisht, nuk jetohet ma mirë se sa këto. Kërkun bot nuk ka qka afërsi ndaj njëri tjetrit. Ti mënesh me dek në për rrugë të Evropës, e nën ura, e mbi ura, në për shtëpiza, po ku e diju në qka, mënesh me vdek edhe kërkush mërzitet. Vesh thojnë, është Ministria e Mirqenjes, e punëve sociale, këtu të nas presin, ish ministrin, gjemati organizohet, edhe këtë gjemati dëshman sa e sa here, kur ka raste, që janë kritike se se ndihmojnë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk dul prej Mekës tu qesh, po ju mushën syt me lët, kur e përzënën, kur e dëbuan, edhe tha, oj Mekë, vallahi, kur tha nuk isha dalë, kur nuk të kisha lënë, tha,
sikur këta të mos më kishin përzan, sikur këta të mos kishin largu prej këtuit. Edhe kur u kthye pastaj, e u shtiru Mekja, e dole aty para çapës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i pyeti që ata që i kishin bo dhunë sistematike, këtë atë kohën e profecisë pejgamberllakut për 10 vite radhazi, për 13 vite radhazi, çka kishin ushtruar dhunë sistematike. Edhe kur e pan pejgamberin u friksuan krejt. Edhe i të bëj tha, çka po mërmenja, çka ka me bë me juve unë tash. Tha na nuk dim tjetër, tash ti pejtute. Tha na nuk dim prej tjetër prej teje, vetëm se të mira, vetëm se hajr. U buzëqesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe çka ju tha? Idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni tha se të lirjeni krejt. Krejt ajni të lirë. I fali. E ti s'po mundesh me fal vllahun tan, e motrën tane. Para mendo për të gjona banale, për të gjona të kota i vlohen. Ka orë një kohë vllazën, çaq njerëzit të pa menshëm, të pa kujdesshëm, i dhnohet me vllahun e vet, me shokun e vet për partitë politike. Po ata fushatën e kanë gjashtu se masanena hanë, pinë, rrinë aty në parlament, e zhvatin buxhetin, e hangren krejt, as mojnë se onca, veç që aty shkojnë i shendojnë emrat, ata hanë e pinë, a kjo i dhnuat me dikon. Po ata matë mirë, këta matë mirë. Krejt ata e kanë një slogan të përbashkët, dëgjofsha mirë për vetën temë. Se cilë e ka zënimin aty e ke, po qysh, dalin si lypës, ata lypë votën, e unë e kështu e, tash me këto rjetet sociale, unë jam filan fisteke numër kaç, jam shërbimin tuaj, kështu. Po mërë qysh ja, një shërbimin tonë, të tëri sa për i merë votat, masanena s'dojnë as me të po as njani. E na shkojmë shtyvi për ta, unë e jo, po ka për njerëzve që shtyjen, ja mara qëfar. Aj tjetër i dhnohet me dikën tjetër për shkak shka, për shkak të sportit, dalin me lujtë futbol familja, i dhnohen. Atëherë nëse i dhnohesh, ajo është haram me lujtë. Po kur të afron sporti, është halal, a mu kur të largën, kur krijan urrejtje i nati. Ky tjetri, jo, ne jam me këtë ekip Gjermanisë, ky me të Spanjës, ky me të Anglisë, i dhnohen 3 shokë. Çka morë Allah ta miliona, 100 miliona po i marrin, e ti i dhno prish i raportet me të afërmin tën. Andaj, nëse ka në mesin ton dikush që s'flet me dikën, tash mas gjumos me një herë telefonin thirrë, nuk ta qel shkoj mesazh. Thuaj, unë ty po ta fali, inshallah Zoti edhe mund falë edhe ty të fal. Se ti nëse fal, çfarë shpërblimi ke me pas? Faljen e Zotit. A valla nëse fali, edhe Zoti nuk të fal. Tjetër vllazën gjatë këtij muaj, pasi që tash kanë mund ngrit veprat tek Allahu, sa më shumë kërkim falje, me kërku falje Allahut për të bëmat tona, për gabimet tona, për gjënahet tona, që i dim edhe ato që nuk i dim. Allahu është falës i madh, fal shumë, po ja fal me një kusht, atyne që pendohen sinqerisht, që pendohen seriozisht, edhe që ndjejnë keq ardhje për gjënahet. Vallahi nashta nuk shkon java vllazën. Pe dëgju dikon ka krenohet me gjënahet e tij. He mora hoxh, këtë në herë për jam konë i ri, e di që e kom këta aparatat, po, veç kërru më delshin bostanat, kanë erë edhe limanat. Unë ty bene marrë vesh, as s'ka është bostani, aty as s'ka është limani. E thashe, qka i bjen kjo? Kjo tha i bjen limani, liman, zbeja e shkejt, hu, a bostani fiton, të vinë aty. Para me ndo, edhe keshke, Kjo tjetëri, mora hoqë, këtu më Prishtinë, që të lagje, kur delsha në këtu të banesat, krejt qikat fejs naltit të këshyrë, se parfimi jam ka të 7 ju shkej ke nalt, namin e pas ke bo. Se e ke prodhu ti parfimin, ti në kafshi zoti, bane një parfim në amen tanin. Qyshe bone i shqiptarin Zvicër, edhe tasha për shefni në për aeroportë, se s'po du mi po marketing, edhe pse ajo është la besimtar musliman. Tasha i 150, 160, 170, ma shtajtë se ato firmat zvicrane, gjermane, franceze, angleze. Ti në kafshi zoti, bane, ama ti mu krejnuve që të kanë këshyrë femnat, namin e pas ke bo. Ai tjetëri, i pata rebre, këta të mahallës, kanja. Se këtu në Prishtinë nuk e gjonë, kërkën dikën që është rej pe i dikojna. Këtu krejt Prishtinë që i rejhin të tjerët. Diplomi tokë, si t'ju pata hi, bëm, atë si kun filmat vizatun. Qka po krenosh, po që edhe i pas ke rej, qa pas ke bo? A i ke rej ata me zastav kur vishin me 101 ata 2, armikët e këti poplët t'i veni. Jo, vallaj, si ka leke një zastav krejt, krap dyrt.
me këta, me qelësën të na unë, po që bëjmë shelli, po kalujnë. Ata me kërë këta zonin e olshin në bërë, që të në kërë qytetet e tjera, e qysh me ato po bosh i but me armikun, e me mikun po bosh i fort. Andaj vllazën, pra keni kujdes, gjënahet, që i kemi bo se krejt këtu që jemi, edhe kudo që janë muslimanët nuk e ki një, jo dy, po një nuk e ki pa gjënahet. Të paktën gjënahet dë vogla. Qëfar do të qofshin, ato falen, a mo me një kusht. Me qëfar kushti? Me imbulue, me imshef, e mos me ukrenu, po me ndjekesh ardhje. Mëse harani këta. Për ata pejgamberi a.s. Qëka ka thonë? Kullu ummeti muafan illal mujahirin. Krejt ummeti im është i falur, përveç mujahirinve. Kush janë këta mujahirin? Mujahirin janë ata të cilët bojnë gjënahe natën e Allahu ja mbulon. Nuk i merr vesh kërkush, e ata dalin në sabah, në mëngjes, edhe i publikojnë gjënahet me njëri tjetrin, edhe rrin me njëri tjetrin, edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot amiltu bariha këdha wa këdha, pram kom bo këta e këta për gjënahet natës. Bën gjënahet ditën, janë mbulon Allahu natën, ky shka nis mbulon apet. Këta nuk i falë Allahu te bareke wa taala. Andaj, pse këto përkatitje kështu ka shmirë, pse kërkim falja, pendimi, falja të tjerëve, për shkak që mu përkatit, që ku të dorëzohen veprat tona tek Allahu, ne të jemi të pastër kështu me njerëzit, edhe të mos privohemi nga mos pranimi i punëve tona, dhe çka përkatitja tjetër, që në muajin e bekuar, në muajin Ramazan, nuk kemi mo ta shko, mu taku me njëri tjetër në Ramazan, ma bën halal se shkoj pjesa e parë e dytë, jo, para Ramazanit na ja marrim halalin njëri tjetrit edhe kërkim faljen njëri tjetrit. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft. E me komuniku, me fol, me njëri tjetrin, Allahu na lehtësoft edhe na mundsoft, sepse shumë fatkeqësi e madhe është me të zandeka e mos me fol me besimtarin musliman. Allahu na falt neve, i falt prindrit ton, dietarët, ulemat ton, mësuesit ton, këshilltarët ton, xhamatin ton dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pastaj të nderuar vëllezër, dijeni se nëse njeriu e ka lënë jetën me gjunahe, edhe funi jetës ka me ardhur me gjunahe. Nëse njeriu e ka lënë jetën me istighfar, kërkim falje, edhe funi jetës ka me ardhur me kërkim falje. Nëse njeriu i zbulon gjunahet, ato që ja ka mbulu Allahu, vallahi do t'i zbulohen atë ditë kur është dita më e frikshme, kur është dita e pa imagjinuar, nuk mundet njeriu me imagjinuar çfarë ditë është ajo, dita kur do dalim para Zotit, dita e llogaridhënies, kur t'japim llogari para Zotit. Edhe një pejgamber që ka qenë i dashur i Allahut, që është quajtur Khalilur Rahman, Khalilullah, Ibrahim alayhis salam, çka i thot Zotit? Wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. O Zot, mos më turpra. O Zot, mos më poshtro. O Zot, mos më nënçmo. A dite kur do të rinjallim dalim para teje. A dite kur nuk bën dobi malli, pasunia e as e vladet, përveç ati që vjen tek Zoti, a dite me çka? Me zemër të shëndosh, me zemër të pastër. Që ata kanë dobi pe i zemrat të tyre, të tjeret nuk kanë dobi. E nëse Ibrahimi, baba, gjysh, i stërgjysh i pejgamberëve, po i thot Zotit mos më poshtro, mos më nënçmo ditë kur dalëm para teje. Atëherë na çka mbetet? Edhe na do të më thonë shumë herë Zoti kështu ditën edhe natën. Se o vllazën, këtu sa do të shkruaj për ty, e bojnë shpifje, tash kjo inteligjencë artificiale, gjithçka bëhet. Po me bën me ta qit lajmet qendrore, ku e kanë poshtruar shumë, ku çai kanë bëu, e kanë shkatruar se e kanë po 1 milion, 2 milion shqiptar. Edhe 10 milion edhe 1 miliard në të pa çka është problem. Tu kalon 2-3 ditë, në javë ditë harrohet kjo. Po te Zoti me të zbuluar këqijat,
e me t'i pa pejgambert, prej të parit tek i fundit, e me t'i pa kush, ulemat, e me t'i pa salihin, njerëzit e devotshëm, e kështu me radhë. Çka do të thotë? Që aty është falimentimi i madh, Allahu na ruajt neve dhe juve. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, e çdo herë në punë të mira dhe të mara, Allahu na bashkoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.